Që përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur në episodin e 7 Shadow Clonit. E kena ec lale mosa. Sa stuhet shkoj e 7, këtë kam numër shanci unë që ta dini ju të gjithë. Dakor? 11-ën edhe këtë 7-ën e kam numrin tim të shancit. Përshëndetje herë që të gjithëve, jeni fantastik, na kënaqni me komente, siç e keni pa, unë kisha reflektuar çik nga hera e fundit me këtë të fol me çu, Flash radh mosa s'kishe. Le me drejtë ato deshin na bokot. Ju jeni fantastik lale. Nuk kam laf t'ju përshkruaj, jeni fenomenal. Me ato sugjerime herë që na jepni. Ato komente shumë të bukura. Edhe kritikat janë fantastike. Don ka lezet, kritikor Robi me lezet, me gjitha, me norma, fantastike. Siç e dini, dakor? Siç e dini tashmë, neve i marrim sugjerimet e juja, i përpunojmë dhe unë ju kam thonë që tani fillojnë animet bomb. Do t'ja u prezantoj shumë pak, për shumë pak kohë do ju prezantojmë se çfarë anime kena sot, por si fillim duhet bëj një anoncim tjetër. Na zuni tash, s'kemi çfarë i bëjmë. Mbani mend që Eno ju thash episodin e kaluar për fat keq nuk mund të ishte për shkak të një projekti që ka. Për fat keq është shtyr në kohë projekti dhe normalisht nuk do mundet të jetë për pjesën tjetër të sezonit. Gjithsesi, ne ju urojmë shumë suksese, të vaft sa më marr vlla edhe arrifsh majat. Dakor? Majat Hollywood. No, neve do na marrë malli këtu në studio pa ty, por tashi tresha braziliane nuk mund të prishet vlla. Kështu që ne kena marrë këtu një djalë tjetër. Le, mos fal ti prisë do të prezantoj unë. Mos na bëj spoiler. Këtu, mani men diku nga episodet e para që ka qeni çun që kishte shef Oli e Benjin, po nuk shifte futboll. Kupton, nuk ishte fan të futbollit. As nuk lunte futboll. Po, s'kishte luajtur asnjëherë futboll. Më saktë. Kishte luajtur çik, po hajt mo. Atëherë ta mirpresim gjithë së bashku Lekun! Mirë se na erdhe. Mirë se erdhe në ekip. Mirë se na erdhe, daj. Mirë se ju gjej, është gjithmonë kënaqësi të vi këtu, kupton, nuk e di, ka një farë energjie të lezetshme, kupton. Ti e ke këtë më duket. A thua? Po, më duket. Rezaton prej Tiranës Ligë. Ke marrë nga ato vargjet me hudhra që mos marrin sysh. Atëherë Mauri, mos ta hallakasim shumë këtë pjesën e hapjes. Çfarë anime ne kena përgatit për sot, se kena marrë dhe i ftuar shumë special. Dakor? Ju kam thonë unë, komentoni, na shkruni nëse keni dëshirë të bëheni pjesë në podcast, besoni do ja japim mundësinë që të gjithëve. Mjaft jeni fans të anime vlla dhe të keni pata anime që ne kena bërë çik në plan, dakor? Kështu që jepi mau o radha jote. Faleminderit. Edhe pse fjalën e kam gjithmonë vet këtu. Patjetër. Sot do flasim për një anime shumë speciale. Një anime që është sa dark, por dhe shumë interesante në të njëjtën kohë për mënyrën se si trajton disa situata. Nuk po i bie shumë gjatë. Po? Do flasim për Jujutsu Kaisen. Për Jujutsu Kaisen. Ose më keni shkruajtur për këtë anime, ku i erdhi radha. Këngët që janë të saj, si sigla haps ose mbyll, se sidomos në sezonin e parë janë legjendare janë. Epike. 2 sezone ka e shkreta, po presim tash të pjeki këtë të tretin, se e ka akoma në fort. Në fakt është dhënë njoftimi zyrtar për sezonin e tretë. Shumë bukur. Edhe ne tash do japim një njoftim zyrtar se kush është i ftumi i radhës në këtë podcast fenomenal. Jeni gati? Mirë presim këtu Matias Bogdani. Mirë se na ke ardhur më djalë. Ma bo halal se ndoshta sa thash emrin e plot. Po aty jemi. Jemi aty. Te Tirana jemi. Te zona e Tiranës të Marina. Po në të rej gjaku mu vëlla. Po. Në të rej gjaku i Tiranës nuk kam çai bëj. Matias, mirë se erdhe, edhe vëlla je fantastik. Je fantastik ky djalë. Varet për çfarë? Për gjitha vëlla. Ja ta them tash. E para herë që je fan si animeve. E dyta herë që të heqtohet vesh ditë. U futa shumë karakter, ha. Tash po. Si keni qenë? E para vllai që je fan si animeve. Dakor, sot, dakor, është rrallë të gjesh njerëz vlla që shohin anime dhe i kanë kaq pasion për te moshës dhe çdo gjëje. Nuk po të çoj plak me këtë rast. Dakor se
E niva këtë. Pas ka prej moshës. Po. Problem mosha, le të Ti jetë. nuk fole, por sytë e tu than gjithçka. Jo, po mendoj shumë gjona çat mos harroj nga çau thash parë, se kanë. Jo për këtë, para pasqyrës po mirë do jem. Atëherë Matias, për ti xha je i njohur, domethënë në rrjetet sociale. Varet si e koncepton. Tani, unë po flas, domethënë pjesa kontingjentit. Mua më ke dal rastësisht vite më përpara, normalisht edhe Me valixhen besoj. patjetër. Kështu që Edhe te gurri varrit kur vdes do vendosi njeriu me valixhe. Jo e më bie me valixhe. si u njofte njeriu me valixhe. Gjatë gjithë jetës ky ishte që më ndoqi. Do doja shumë që na bëjë një prezantim për ata të rinj, të reja që nuk të njohin. Dakor? Unë të njoh çik tash, po dum të njohim edhe më tepër se me çfarë merresh dhe të gjitha gjërat e tua që i ke ti tuaja dhe do t'i shpërndash me kallaballikun. Përveç vegjetatizmit të skajshëm që kemi si shoqëri. Si profesion jam regjisor. Si praktik profesion jam aspirant për regjisor. Duke qenë s'kam bërë akoma i filme metrazh gjatë, se akoma kam frikë. Po është proces që dua të dali 100%, jo 90% dhe shohim filmin e dytë se si do dali. Patjetër. Duke pasur profesor ndjes pas Kristaj Mitron, ca gjëra kanë qenë shumë premblemethik për mua në profesion, edhe po s'doli 100% e kam i çik kështu. Je me Ka dhënë një nga dhuratat më të bukura që është karriera, profesioni. Po njëkohësisht ka dhënë të traumat më të mira që mund të kem për profesionin. Këto që s'të lejnë natën flesh. Duhet nga herë. Jo, duhet. Pasioni pastaj që kemi për animet, që i kemi të gjithë, se do ishim këtu. Familjarisht. Është vjen nga shkuara e Italia Unos. Se si gjithë prezi nga çdo episod, nga do që ta sjellim prap plasemi te Italia Uno. Duke filluar që me atë që ne sot e kësaj dite dim që është anime, që është Doraemon. Ato kanë parë të parën, tani me që ishte pak më ndryshe se këto që shihnim zakonisht e bën bengu e çufa, ja. Pastaj te normali Dragon Ball, One Piece, Naruto, e çka kanë qenë edhe disa tjera çuditshme, ka qenë një që për qamet nuk e kujtoj tash si e ka emrin, sepse ato ditësh kanë përmend një me bicikleta, downhill racing, po anime. Sa kam parë, ose ndoshta se fiksoj. Ndoshta se fiksoj. Digimon e këto tjera pastaj që kanë qenë baziket. Pastaj u prezantuam me botën më të errët, që tham priti sekond se shqekën për kalamaj që ishte Baki. Aty pastaj thash i sekond. Shkojmë brava. Zbulum dhe pastaj po shmove tjetër. Avash. E nisim. Mos harrojmë ta themi që ky podcast nuk është për fëmijë. Po, ju lutem shumë. Mbyllni syt, po jo veshët. Ishni prindër nga ekrani. Jam shumë dakord. Okej, neve tashi, siç e kena tradit, dakord Matias, ne themi ca informacione dhe i dialogojmë këtu bashkë në studio. E di unë që do plasi sherri, unë pa e bëj paraprakisht. Ja, jo, ne. Më besoni, me këtë që do them do pëllcasi sherri, jam i sigurt, dakord? Unë jam fan si Narutos dhe Jujutsu Kaisen më pëlqen, por nuk jam tifoz i tij. Arsye do t'ja u shpjegoj më vonë gjatë podcastit. Dakord? Mau është rradha jote. Në fakt, edhe unë bie dakord me Arlinin te kjo pjesa. Unë për vete kam thënë gjithmonë që unë jam fan se One Piece-it. O zotë. Bi dakord. Jam i dakord të dy këtu, po që nuk mund të ofendoni Jujutsu Kaisenin. Po. Jo, por dalim tek pjesa që Jujutsu Kaisen, pavarësisht se është një anime e re, se realisht është e re, ka fituar një popularitet goxha të madh. Po, vetëm me 2 sezone. Si manga ka dalë në 2018 në Shonen Jump magazine dhe më pas në 2020, imagjino, pas 2 vitesh, është bërë anime. Dhe fitoi një popularitet të jashtëzakonshëm. Dhe nga kush? Çuditem pse. Base sepse është Pearl. E shiko, ka karaktere shumë bukura. Jo, është Gojo. Unë jam me ty me Naruto. Më falni, por më duhet ta pranojmë këtë fakt. Nuk është vetëm Gojo, ka disa atë. Po, unë jam fan të Nanami vëlla. Unë jam me Nanamin. Po Gojo është luku ja. Ideja është që për mendimin tim, po të ishte TikToku, Instagrami dhe interneti po njësoj kur doli Naruto ose One Piece, ka personazhe me vërtet shumë thirst trap. Po. Do bëheshin shumë editime me ato që tash i bëhen. Domethënë, me episodet e para të One Piece-it akoma bëhen editime me Zoron që është ajo anime i vjetër dhe me të vjetrën
Dhe me të vjetrën e Narutos vazhdojnë bëhen që Naruto ka marrë 2016-ën. 2017-ën. Më fal. E më mirë se ta ngri vitin kanar dhe ça ndodhi. Më falni. Unë jam fan shumë i madh i animacionit vjetër. Nuk e di, domethënë, janë shumë bukura. Kishte lezetin e Ka vet. që Dragon Balli atëherë dikur 97-ën o bura, kupton? Që janë ndesur Vegeta. Një nga animacionet më të planifikuar bukura. akoma atë. Ti dhe unë bashkë. Një nga animacionet më të bukura që kanë qenë nga ana e perspektivës pamjes, unë flas tash edhe profesion. Po. Ngjyrave, lëvizjes e të gjitha që deri diku shkonte edhe 24 frames per second në një seri që kishte buxhet mjaftueshëm, ishte Detektivi Conan. Po ka Ka qenë qenë shumë e bukur. Më thënë, nga animet e para që unë kam parë me një editim të tillë që më ka çudit. Sa okay, Dragon Ballin e dim tashi, edhe profesionit e dim se sa frames i bëjnë lëvizjet. Kurse Jujutsu Kaisen nga ana tjetër, bashkë me Demon Slayerin, po Jujutsu Kaisen kishte pak më ndryshim, pati një pëlqim akoma më të madh nga ngjyrimi që i kishin dhënë. Nga pjesa e asaj limitit, sepse shumë episode të Demon Slayerit në disa vende janë bërë ban për shkak të epilepsisë që krijojnë. Seriozisht? Siç ka pas edhe Nëse ka kolor shumë të zgjeruar. Siç ka pas ajo seria me Porygon të Pokemonit që u ndalua që aty zbuluan për të parë prej një anime që prit se pas ka epilepsi, jep nga epilepsi edhe ngjyra. Dhe Jujutsu Kaisen është i çik më stabilizuar në perspektivë, në 3D. Është më dark në ngjyra, po ta përmbledhim kështu ngjyrë të trash popullore. Në ngjyra, por edhe në temat që trajton. Po, domethënë është këtë më falni se po ju ndërpres grupit, duhet ta sqaroj këtë, domethënë nuk është një anime për ata që kanë zemër të dobët. Dakor, ka skena të mëdha violence. Pra domethënë skena dhune. Ka shumë skena me gjak dhe gjëra, pra mund të krijojnë shqetësime. Kush nuk e ka zemrën e fortë kështu të mbledhme? Jo, edhe temat e trajtuara vetë pa treguar vizualen, thjesht tema është dark. Po. Tash fusni çik nuditi nuk është keq. Pra, çfarë tash? Jo, është mirë vëlla se ngelëm tu pa gjithë. Flas nga të dy anët. Mi mirë. Tash nuk po them me boss si Food Wars, po. Mi mirë. Tash Ore, ata që shikojnë anime, a kupton, janë mësuar me gjëra dark valla, se të gjitha animet pak a shumë kanë shumë gjëra të tmerrshme. Ne kemi thënë gjithmonë që animet nuk janë për një pjesë e konsiderueshme e animeve, nuk janë për fëmijë. Vetëm ne i shikonin Bang Bang se dinin që ishte ashtu, a kupton. Lale ku kishte kontroll. Thjesht dilte boti vriste njerëz të rriej shikoje kështu. Po në disa episode të Lupinit Fujiko ka qenë nudo, po te profecia e Nostradamus ka pas qenë. Po nuk ankohemi, nuk ankohemi. Jo, unë po kërkoj më shumë të ankohem. Nuk ankohemi, çfarë? A çfarë problemi? Okej, na fal Mouse. Do të jepi ato sugjerime. Po, jepi. Jo. Vazhdo me çka kishim plan. Jujutsu Kaisen i përket zhanrit dark fantasy, aksion, supernatural dhe shonen. Dhe siç e kemi thënë, shonen është ajo kategori që synon djemt e rinj. Po. Domethënë adoleshent deri në mosha të rritura. Nuk është a themi përsëri për fëmijë. Dhe një biografi shumë e shkurtër për autorin, realisht kjo është shumë e shkurtër sepse nuk jep asnjë lloj informacioni për veten. E vetmja gjë që dim për atë si autor është ditëlindja. Dhe emri që përdor, pseudonimi që përdor është Gege Akutami. Gege më? Gege. Kam i shoku me këtë shri thrasim Gege. Shqiptar ka qenë ai po le. Dhe nuk diet as gjinia. S'diet as gjinia. As gjinia autorit. Kjo është pjesa më e bukur, askush nuk e di, është femër apo mashkull, madje në për intervista që të shumë rrallë, del gjithmonë me një e vizatuar si vajzë me një kapele dhe mask. Por mos ndoshta se dia sa ai vetër. Si marshmallow. Ajo, ata. Shikoj, edhe Oda një farë anonimati ka mbajtur prej vitesh. Edhe sot e kësaj dite shumë pak e ta kanë takuar, që po flasim sa vite ka One Piece dhe sa ka Jujutsu. Po drejt. Flasim që ka shumë mangaka të cilët preferojnë që të jenë anonim. Po. Kjo. Jo, unë në një far pike edhe e kuptoj pse, sepse ka shumë vipa që flasin shpesh herë këtë gjë, vipa flasin të botës kinemas, botës muzikës. Po. Nuk po flas për këta shqiptarë që janë te një kafe çarriti, që janë të prekshëm. Normal. Që thonë që më mirë mos isha bërë i famshëm. Se vuajnë, sidomos një person që jam shumë i sigurt
siç kemi qenë dhënë dikur super introverta, Po. që po prezantohen me miliona fansa që do i vinë nga mbrapa. Mos diskutohet, është komplet diçka tjetër. Okej, grupi se tani arritëm te fundi i pjesës parë, do kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare edhe kthehemi pasaj. Dakor? Shihemi, mos u largoni. Publicitet. Shadow Clone. Yuichi Tadori, je djalë i zakonshëm, por jo me fuqi të zakonshme, i cili jeton me gjyshin e tij të sëmur, por i shmang të gjithë aktivitetet që bën çdo djalë i moshës së tij. Ç'a Sa? bëhem? I shmang të gjitha aktivitetet shkollore ose edhe ato të përditshmërisë. Duket që të ngja, a si ngja lik për zotin? Më Nuk i fal, bën ato pse gjëra ma për prish moshën e vet. atmosferën? Ta prish atmosferën se jemi podcast internacional tu, jo Zahra. podcast shu lulishtësh neve që ma U jemi nisti mu këtu, emisionin ashtu. Ua. Ashtu me energji. U bë një minus farë trash. vibe. Për zotin, Po thashë normal, Shanodhi. kjo Tadori. ishte ideja, kjo ishte qëllimi. Tadori Joxhi. Diapazoni. Po thash, për zotin ta hapi njëri direkt nga pjesa 2 të vlla, I kupton vdiq të Shanodhi. gjyshi. E pushtoi e pushtoi në i gjohë. Tiq gjyshi. Okej, Se na treguam fal. fara të pjesën me qëra Lafi. Thjesht vdiq ai një moment bëni çik buzën kështu, miru pafshim, vazhdoj me sezonin. Për këtë thum, fal. Pjesën kur vdiq gjyshi molla. Aha, më mirë. Ajo është Duhet shumë kishte qarë pak bazike. aty, ta kishte Po e futur mos qamet. ajo nis me atë. Kishte futur qamet fuqishme aty. Po, ai ishte çun harrama po prekur çun dhe lagje. Po falni tani, do qanë të gjyshin apo do hanë të gishtat? Urdhë. Sketi olla ka kike boti olla. Shpjegojeni njerëzve që nuk e kanë parë. Çfarë do të thosh me hanin gishta? Gishta dore, jo gishta këmbë. Janë Kjo ca gishtat është- mallkum këto. Do Dhe jam me vërtet jo, mallkum. jo. Shpjegoje tamam. Po jepi ti pra, hajde. Po Mos e ku ta kam le qef. ti llafi ti ta prish atmosferën. Po çfarë thum? Zemra. Ryomen Sukuna, Okej. që është mbreti i mallkimeve, është një ndër shpirtrat më të rrezikshëm, është që e thotë edhe vetë emri mbreti i mallkimeve. Mhm. Shumë vite më përpara poshtë. Dhe ai nuk kishte si çdo krijesë tjetër normale, domethënë kishte në vend të kishte 2 duar apo 4 duar mos 4 duar, 4 dy secilën anë. domethënë nga 20 gishtat dhe të 20 gishtat, të lutem tani. Jo, mos po Llogarit- lutem. Llogarit ato të këmbës? Po, dalim. Referent ka penteni zemra. Ato janë sezon e tretë vlla. S'kan ca qisim mo, do qisin gishtat e komës. Kam dhe i tjetër për sezon e 4. Për çfarë po flasim? Mbartin fuqinë e tij të Sukunas. Pse më te gishtat ti ngeli aty me lëm Po me sa duket? Po ai Qa boti bëhet që ka shumë, krijuar këtë, ku i ka vajt më janë më zemra. Ai këtu. Nga kjo- Ne nga kem kjo- ca gishta që të hanë ato gishta. Dale, nga kjo, unë jam i bindur, më korrigjo Matias nëse gaboj, jam i bindur si vdekja që nga kjo anime ka dalë to chicken finger. Që ha mileti Chicken sot. finger, edhe një king me shumë shans. Ta ka fsho botja, ta ka fsho gishtin. E kuptoti? Po ky flirtimi. Nga E, pra, që ka gocë që ta ka fsho gishtin. Po, Bra, nga pika Sukuna mu. ka dalë. Po pra, Këtë po themi ne. jo se gocat zakonisht kur e kanë këtë pjesën kështu transformohen vlla. Ti mirë ke, po unë tash po Bëj bilanc. E kuptove? po bluj gjë tjetër me një, tash ai e hongre gishtin. Aha. Edhe çdo gisht që hate fuse kultup ngoj direkt. Po. Ore gulltiste po them, Tash e para me thua, edhe e dyta, të rajthua. Po prandaj gullticët direkt. e dyta, sa ndjen. kjo kthej në energjia, degjistoi dhe nxjerrë. Rinte një orë. shumë laksativ. Po menoj real life applications. Jo, jo, Do do ma të ka them fsovi jera të gishtin po e gulltiste i herës më. Po thoj. Kalo kollaj vlla. Se O, ashtu. kalo kollaj, kaq thua. Bez dizlla. Po e më rrshket kollaj, Qa se thua? ishte kështu në formë të konike. Okej. Doli ky podcast prej durësh. Si quhen këto thonë që janë kështu me maj se ti dyja dish emrin se Tipsat. nëse dim. Tipsat, si e kanë Me emrin. gel, Bravo. manikyr gel. Jo, tipsa më zemra, po kanë një emër këto që kanë. Po jo, më jo, ma, e se varet, di, varet qa? se do t'i bësh. Po çuna, I ka çuna. ka lyre, mundsi. i ka lyre. A ka Po u mundsi. tërbut. Okej, Jemi të jepi, jepi. Nuk jepi. kemi të orari thonjve. Nuk jemi të butiku që. Okej, na fal. Ja, s'ka problem. Jepi zogu. Jepi zogu se na iku Jepi, minutazhi, jepi forca. jepi. Oh, po ku të lini ju? Jepi. Hajde. Në serinë e parë të Jujutsu Kaisen ne shikojmë që Itadori, personazhi kryesor, ishte i vetmi klub në cilën ai ishte pjesëtar. Ai aktivitete paranormale. Po. Dhe pjesëtarët e grupit kishin gjetur një kuti dhe brenda qëllon që ishte njëri për gishtave. Mhm.
të sakunas. Dhe ata qëndrojnë deri vonë në shkollë për të kryer një ritual me këtë si objekt. Ema kështu bëjnë këto teoritë, siç kanë zakonisht që mblidhen në për shkolla me këto klubet, jo teatr, jo filmi siç e kanë jashtë. Që ky ishte një nga objektet e mallkuara më të fuqishëm dhe më të rrezikshëm që mund të haste çdo qenie njerëzore në tokë. Dhe jo vetëm për ta, por dhe për ata të cilët i luftojnë ato, që janë Jujutsu Sorcerers. Po, nuk e di si përkthehet tamam, Luftëtar. jam shumë kurioz. Matias nuk e di nëse ti e di tamam, domethënë si përkthehen këto sorcerers ose si që mund ta. kam parë ishte luftarët e hijeve, po jam Po, i sigurt që e kanë gjumë event tjetër këtë gjë, luftarët e hijeve. Po, më ndoshta. Jujutsu, se origjina e saktë e emrit, nga japonishtja do të thotë arti i magjisë. Okej. Jujutsu është arti i magjisë ose teknika e magjisë. Dhe Kaizen do të thotë luftë ose konflikt. Po, luftë me art magji, e kuptoj. Po. E kopjume nga Është Naruto. normalisht goxha e përshtatur me atë që trajton. Naruto e kishte emrin thjesht Naruto më vlla, çfarë lidhje Po vllai, po është gjithë tematika e kopjume nga Naruto tash mos ja Po, fusni çfarë po kot. thumo, Më fal, jo. Ku ka magji shpirtras në Naruto? Një sekondë, do ta shpjegoj Jo, vajat. Ha. dëgjoj, autori kur e ka krijuar Jujutsu Kaisen është fokusuar shumë te Bleach. Edhe të Naruto. Po Bleach nga Naruto dal. ka patur edhe Hunter x Hunter si referencë. O lale, më fal. Falni. E Po. dini që është Tenteni dhe Lia pjesë e karnavaleve? Mhm. Kur tregohet karnavalet para gjëmës të madhe që ndodh në Shibuya, që tregojnë karakteret, është Tenteni, Lia, Jiraiya, Po. dalin dhe ca personazhe të tjerë nga Naruto të veshur kështu si cosplay. E thot Kam bërë referenca, jam dakord, jo për magji. Jo për magji të shpirtrave. për Po, Një magjin, jo. sekond. No, okay, jo, prit, edhe për magjin ta shpjegoj unë pse, domethënë, ose si pse e konceptojnë këtë lloj mënyre. Një gjë, ata thonë një moment kur më duket është Yuji, dakord, kur i shpjegon Gojo më duket këto magjit që mund të bëj si Jujutsu, ai thot aty mund të kem Rasengan, Kamehameha. Pra, përmend Çfarë? Po, i kanë sërit e para të sezonit të fakt- parë janë të ashtu, dhe për faktin tjetër që thonë ju s'ka referenca nga Naruto. Kakashi Ke me këtë- Team 7. për më tepër. Është Po do njëjta thoja gjë, edhe po. këtë. Ky si e ka Fujiguro mos gabofsha? Po. Me gumi, po. Me gumi, Me pra. gumi është shqiptar gumi. me shqiptar. Si me gumi shqiptar. Po, se ke pa nuet thotë edhe. Okej. Gjithë shqiptar janë, valla. Ai ka Samën. Ku kete anime tjetër përveç se Naruto, domethënë, po flas në ato kohra, që ishte popullore. Të bëjnë Samën valla, ai bën qend, ai është stili Kakashit. Që Po, bënte është drejtë, 300 se qend. Referenca ka Dakord, po. Zogu me Rufe është të Naruto, Sasuke po, Sasuke. që bën Summonin e asaj shqiponjës. Po pse do ta ulësh ti Jutsun vetëm se ka marrë referencë nga një perl si Po Naruto? shkopje, më fal, Po vlla, Dragon Balli i ka dhënë gjithë tjerave për atë punë. Edhe ti e ke sharë shumë krijuesin e Dragon Ballit. Ha, Po se Pranoje vetëm kishte këtu. kopju. O vlla, Pa, po çka ka do bërë? marrësh referenca. Po e shaj Jujutsu Kaisen, nuk po e ngri. Po, prapse Ora prap, Jutsu të Kaisen, gjithë e 2 duan episod, 2 Gokun. sezone dolën u bën Nami Zia, kupton? Jo, Ah, një sekond, ma, po, ata, tash një sekond. Ktu tash ndërhyj dhe unë. Ka një problem shumë të madh. Se Dragon Balli ishte dhe akoma është për mua, tash që jam rrit, thjesht bam bim bam. Unë nuk qaj dot, nuk qesh po, dot ai ne. shumë, se dihet ç'a do ndodhi, Po, mas 30 bërtitmeve do fitoj. Po. s'është. Do jetë farat sensu, do jetë Po. ku diun, do vinë ai alien tjetër që Po, snifa deri do në gjallë. shënëroni që deri në gjallë Kurse, kaq. Po pra. Naruto dhe One Piece përveç se trajtojnë tema sociale, ekonomike, politike që si trajtojnë shumë Po. anime, përveç Attack on Titanit, që është mohabet tjetër komplet, është më dark se këto që Shumë po është flas. Atë the lem- ultimate dark. Përveç këtyre që temave që trajtojnë, ti njifesh me personazhet në kohë reale në thonjza, bashkë me fillersat që shumë vetë ai kanë natë, unë i kam Po qenë dhoni kam regjisor. qef shumë. Po. E kupton më në shumë Dhe botën e atyre. në gjithë këto vjet rritje dhe nivelim edhe ndryshim karakteri dhe të gjitha mendimet e tjera, nuk e arriti dot as Hunteri, as Po. Jujutsu Kaiseni, as kjo dreqi Demon Slayeri, Demon Slayeri, po. tre të reja që kanë dalë. Po. Më shumë peshë emocionale kishte Mashle, Po. se sa kishte Jujutsu Sa e- Kaisen. Po, bërë. është super edhe është shumë e bukur. Mashëll është lot. Na e kanë sugjeruar këtë Shumë e pjesë, bukur. domethënë e mbaj mend nga komentet. Përveç ikjes së Nanamin Po. dhe vrasjes atij Maitos Okej? me flok bardha, Po. emocion tjetër s'kam ndjert ajo. Dgjoj. Ikja Gojos tha shqyqyr. Jo, Po më mirë. domethënë është Duhet të personazh, kaloj. Duhet të ajo hapë është ka krahët. tronditur komplet fansa. është personazh që nuk vjen dy herë, ta them Është, seriozisht, po, shumë më si kompleks nga ç'tregohet aty, Po.
por nga ana tjetër një njeri aq me fuqi duhet të zbuti çik që të Mirë, kenë sepse- nevolim të tjerë. Nanami për harroj- shembull, më fal se ta ndërpreva. Nanami për mua është një nga karakteret që ka një plot twist shumë të bukur. Dhe është 28 vjeç. Për më tepër. Për më E tepër. lidhe me moshën tash, ja, të dali mosha Se mirë. mi edhe Jo, bjond unë- që si Nanami. unë- Një vesh me kostume të Nuk gjitha. besoj. Ka stile, ka vesh njëtën kollare që kishte ai. Akoma se ka vetim, kam që nga fillimi. Ua, që po, po- Edhe unë sa e Te pas. sezoni ato 2 ajo tash. veshja është. Unë me këto mustaqe ngjaj si kushuri nga Turqia i Nanamit. Po mirë tash i versionit Aty, turk. Versioni shqiptar më çuna, jo turk. Albania. Nanami është për mua, domethënë, okay, Gojo është më popullori, por po ta shikojmë dyshja Nanami dhe Gojo janë si Kakashi me atë Guy. Might Guy. Po. Domethënë thjesht janë ndruar, janë bërë reverse, ku më i fuqishmi është. Ke dhe Obiton pastaj. Mirë. Okej, E, po flas këta dy, se ke domethënë Jo, Team 7 flas ti për ke aty. Geton. Flas për Geton. Po, e kuptoj. Obito, Geto janë Po, po njëjtë rrugë, vetëm se Obito kishte një gjë emocionale për cilën e bëri dhe mund ta justifikosh, dhe një Ja. përpike, kurse Geto tha isha në depresion. Ja. E bona, bravo. I ka rash kurto Okej. vlla, lodhesh nga herë. Edhe villaincat të Naruto ose të One Piece, nëse do bëjmë krahasimin, kanë një lloj qëllimi. Po. Dhe Biles dhe Kakuzu që Po, hajde hysh për është, lek, a? pra kishte një lloj qëllimi sepse lekët donte që të zhdukej nga fare nga Ekzistenca. Ai, ekzistenca. po sepse ati u bë dhe kjo tjetra, pa e fus pak Naruto në lojë, se nuk më Jo, le. një sekondë, Nuk më le Ajo gjaku. mund ta- A nuk do ta bëj? Jo, Okej, nuk do e të bëj. lys këtu. Sekond, puna Do Dhe- bëjmë një një skenë sekond. jutsu. Dhe shisi është puna. Villaincat e Narutos për shembull kanë një backstory shumë të fuqishme. Mhm. Po. Villaincat e One Piece-it akoma më të fuqishme se nuk po flasim vetëm për fshatra, po flasim për qytetrime që janë zhduk në bazë të gjeopolitikës Po, që ka po. dhe janë bërë ta tillë. Siç është Doflamingo Po, për shembull, që patjetër. ka histori shumë të justifikueshme në krahasim me planin madhështor që ka pasur Luna thjesht E justifikueshme. Dhe Po, mos ja, harrojmë është. shprehjen legjendare që ka thënë Don Flamingo që i ka bërë, nuk e di, jo break internetit, po nuk Fjalim, ishte. Fjalim. Ha, Fjalim. kush është? Apo ta them unë? Do ta thuash ti, e ke ti nder, Jo, jo, thuaj ti. vazhdo. Jo, thuaj E ti mbani se ti e ke gjithë. Kush e zërin më të. fitoi luftën, ai shkruan histori. Thuaj anglisht më Ah, burr. nuk Jemi Jo, shqiptar. jo. Jemi në podcast shqiptar, si Jo, kena jo, vënë titra. Lena se më zhgënjeve, Ha, Lena po. për shoh aty se më zhgënjeve. Gjoni që ka anglisht e për Elbasionit. O, zemra. O, zemra, për mendimin tim këto punën e krahasimeve të krahasosh Jutsu Kaisen që është e shkurtër në krahasime 2 big si Jo, jo, Naruto dhe One jo, Piece jo. nuk bëhet kështu lidhje. Po tash janë zorra se e di që. Ja, Albania Ja, ka me tregohet planet. si E kap kamera? Po. Ja tani e kap. Ah. Albania. Si shpjegohet që okay, është ajo shenja që ne kemi kështu. gjithë, po. Po si shpjegohet që pikërisht me atë shenjë ai bën shqiponj. Ja, është buf. Po pushoj, po. Është shqipoj me dy koka. Është si e ka Më ora me sot ta bufi. mbyllësh, Më E sot ka ta mbyllësh aty ku duhet. Rama ka marrë referencë nga Jujutsu Kaisen për të bë bufin. Si ndërlidhen gjëra, ta kupton, e ça mendje. Rrimne. Zot. Është ma utu se ça desha me Po thoya edhe thonë. diçka për këtë Më punë thuaj. depresionit të këtij villenit Jutsu Kaisenit. Mhm. Nuk ishte thjesht aq simple sa thjesht ran depresion. Ai hyri shumë thella, kupton, ju Mimi, deshta shko. kuptonte të gjithë aspektin që ai po luftonte përse Unë ta kuptoj. gjitha. Shumë mirë këtë punë e depresionit. Po nuk ta kuptoj deri në pikën që të bësh genocid Ah. Tani Ai- qëllimin e kishte ai që a kupton, E njëjta gjë Ta është mblidhte edhe çik për vendi. Painin. Po. Arku i Painit që është shumë i Patjetër, diskutuar dhe i pëlqyer. backstory ati njeriu i Painit, se po i flas tash sikur i kemi Po, shokë. çuna dhe e lajë. përshëndesim, E, po, ai, përshëndesim. ai, çuni filang. Nagato që në fillim që në fëmijëri u shtyp me këmbë. Po. Edhe kishte i fëmijë shumë kështu kurse Geto u rrit me gjithë të mira. Nga Ja, filmi është fare si. filloi të rrëshit. Dhe Po më tash fal se kur tash është ju ketër, kujtova. s'ket, Jo, një sekond se tash ju kujtova. Më fal. Që po thoshe ti ka vetëm 2 sezone. Ti ke vllai dashur. Ha. Ne e folëm te Hajer. para 2 episodesh. Hajer. Kishim çka ka më se harrova emrin drejqin. Ua. Do gënjeje, do gënjeje. Para dy serish. Po pra, që jo me Florin që kishim tjetrën. Ua, harrova më si e kam o burr. Që ka dalë tash solo leveling se s'po Aha. vite Qa ka drejqi. solo leveling? Solo leveling shkoj kaloj One Piece no vlla. Po ishte Sepse break, kishte 6 ishte muaj break. pushim. Qa lidhje ka, po Naruto break. ka. Ishte Si. Ore vlla, break. sa ka Naruto që ka marru më vllai. Wow. I sekond. O hëngrëm në Si mundesh Naruto, One Piece, Attack on Titan,
Respekt. Po fusim Bleachin dhe Dragon Ballin mrena, po jo për historinë e dukshme, po si anime. Asnjëra nga këto nuk kalohet dot nga këto të tjerat në cilësi. Pikërisht, Po. Prit jemi tash. shumë dakord. Duke Respekt. kthy anën adoleshentët sot, duke qenë sa attention sponi se këtë kam bërë studim për filmat se më vërtet. shumë, po Okej. më kanë dalë dhe animet për gjatë kërkimeve që kam bërë. Nëse shihni dhe filmat nuk kanë kohë më të prezantojnë personazhet, të bëjnë një Po, rritje graduale, po, prezantojnë po, një ditë, dy patjetër, ditë, vërtet. jetese Bravo. Zhvillimi i personazhit që bën. Dhe njerëzit duan konsum të shpejt, për sa kohë që dhe videot që mu më qanë zemra që nga landscape duhet i bëj portret për Po, TikTok e për po. Instagram që unë si regjisor dua të nxjerr më shumë Patjetër. nga ajo që dua të kap. Njësoj janë dhe pjesa sekondazhe duke u paksuar gjithmonë dhe nuk kanë më kohë njerëzit që të dinë se kush ka qenë nona e baba e Goxhës, Bravo. ndërkohë ne i Mirë, dim mirë. kush ka qenë nona e baba. Jam bo për tas të mëdhenj tash, nuk. Dhe Luffy, një nga sekretet më të mëdha të One Piece që ka qenë deri me far kohë u zgjidh, pastaj u zgjidh, pastaj u zgjidh prapë, pastaj u zgjidh, është prindit e Luffyt kush Po. janë. Do të thënë, ai ka mbajt gjallë gjithë fansat që tash janë bën nga 40 vjeç. Po Patjetër, s'ka. mo, Sohet është- ai over. Do të thënë, ideja është që e kuptoj pse shkoi ai virale, se unë Pikërisht. vet jam një nga ato që e pëlqej shumë si anime. Jo, Plus se shumë e bukur. Mua ka- nuk më pëlqen Ka ky dhe fakt. mesazhe. Po, Ka dhe shumë. mesazhe. Nuk kam pa anime sot që mos ketë mesazh përveç Ghost Stories dubbed version. Është mohabet tjetër. është filmi është E përshëndesim. serial idiot. E përshëndesim. Anime idiot e komplet. Përveç asaj edhe mashtle ka pas ca shumë të lezetshme. Praktikisht Lia me steroid. Patjetër, po. Do thënë, Po, kjo është ajo e curia që ka pas çdo anime e re që ka dalë, vetëm shiko, prej jam shumë dakord me faktin, okay, që do thush ti i dum fast foodin e të gjitha me radhë. Jam shumë po shumë dakord me këtë pjesë. Por mos harrojmë një gjë, është një legacy gati 30 vite. Sa vite ka One Piece? 30, po gati po 30 bën vite. 30. Sado mund të jesh kërkosh fast foodin, prap Do ti kthesh. çdo referenca duhet të ishe Shiko. tek One Piece. Domethënë, unë nuk po them që e kalon dot gjatë gjithë historisë, Të se them- sa u të them kthya vetë. kaloj prap. se njerëzit e dinë këtë, po ndonjëherë duhet rikujtim. Fakti që unë mora sufllaqe, ti mora hamburger, Po. nuk më bën mua më të keq e ty më të mirë ose ty më të keq Absolutisht. e mua më të mirë. Ideja është e thjeshtë, nëse ne të dyve na ofrohet një restorant më i shtrenjtë, njësoj siç na ofru këto, do shkojmë te ai më i shtrenjtë të dy. Patjetër. Pa ai më i shtrenjti ka njerëz të tjerë brenda. Normale. Kështu është dhe kjo, domethënë, moment që ne zgjedhim një anime të caktuar që themi këta e kam preferuar sepse kështu e zgjedhim sipas asaj që kemi personale. Normale, Unë te normale. Naruto pash problemet e mia për shembull. S'u diskuto çdo njeri. Edhe filmografia po njësoj, domethënë kok në kok po ecin tani, sepse e para e ndryshimi më i madh që ka bërë Jujutsu Kaisen ndryshe nga të tjerat është që ka vënë në pa ndryshe nga që ishte One Piece që kishte vetëm femra të bukura Po. të ekspozuara kështu, Jujutsu Kaisen e ndryshoi rolin Gjithmonë. dhe nxorri shiko, Jo gjithmonë. Jo, Mund të Duke ketë qenë krashe. dy goca. Te. Jujutsu Kaiseni u përqendru te Goxha dhe te Getoja si ikona. Të dy i bëri ikona Po bashkë dhe me Toji, Nanami. edhe Toji jo bër. Deri diku. Domethënë ishte Goxha, Geto, pastaj Toji. Nanamin. Pastaj ishte Sukuna. Mirë, Sukuna. Si imazh, flasim Po gjithmonë. Toji e le fare jashtë. Po Sukuna Toji i soi është. Po njëjti është. Vetëm se është me dy palë sy më shumë, e dy palë krah më shumë. Ideja, shiko, un prap them që Nanami ka një backstory më të thellë, sa nuk e di, ndoshta edhe se mbaj më mirë sepse sezonin e dytë e kam parë, po nuk i jam rikthyer, domethënë me më shumë detaje që ta shikoj më në thellësi. Shkurtimisht, dashuria që kanë njerëzit për animet e reja janë se janë fast pacing, bam 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 bam. Mirë, bam. ajo është fast food, pra Mbaron kupton punë. thjesht, hajde ta shoh. Qofse ti thua dikujt tash, filloj One Piece-in, do të ta filloj me atë me direkt e arkun ose Jo, këto. do të filloj direkt me pa ato, pa fillera, pa gjëra Po. se si ka jo One Piece. Ah, okay. Do shohit ajo faqe, Po, hajt shnet po, mirëpafshëm. Më thënë, unë Po. kur kam gjuar që njerëzit kanë pa Naruto pa fillersa, kam Kjo gjuar është atë Naruto ka fillersat më me në të gjitha për shembull, animet. arku, më fal që po Po. devijojmë nga Jujutsu Kaisen. Jo, Përsëri. do i kthejmë Arku prap. i Sorës, që ishte ai tipi që i lodhën gjithë çakrën Kurama Po. dhe ja futën Sorës edhe nuk ishte ark për Sorën, me tregu çfarë ishte ai. Ishte Po, ark për normale. me bë develop asumën që ta vrisin në fund. Pikërisht. Domethënë Ne çdo gjë Ndërlidhen. Fansa Zuma valla. Po prap krahasimet i Ngushëllime. bëni. Kam qaj se I shi. bëni krahasime shumë diabolike, a kupton? Do për shembull unë krahasoj solo leveling me Jujutsu Kaisen, është më e bukur Jujutsu Kaisen. Jo, Po, bro. se Është më e Ja. bukur Jujutsu Demon Kaisen. Slayer me Mirë, Jujutsu fal, Kaisen. tarash, më qaf.
Demon Slayer. Ah. O zemra, unë nuk po them, këto krahasime duhet bëjmë. Jo krahasime One Piece-i, që është Po, One maj. Piece, jo, Elite. këtu Ju ka po drejt. krahasoni dy bomba, ore One Piece-i është Hajde maj. krahaso sot për shembull Baki Hanmën ti me Jujutsun. Me Boku no Pico për shembull. Pa çfarë burr. Boko do Mos e shikoni. Mos e shikoni. Mos e shikoni për ju. Ju lutem. No, lale. mos Krahasime të dëgjoni. tilla bëjmë, a kupton? Imagjino do të që mami im në herë ose babi vinte në shtëpi që na takojnë kështu edhe televizori është jap, nëse ne s'kemi as antenë, domethënë lidhemi me kompjuter ose smart TV edhe anime. Ose film, apo na shef në herë të këto anime dhe shohim freeze frame-in si kjo Kami House për shembull. Ha me mam kartona, me mam 28. Ke për na biznesin. I martume, them po mirë mam, po të tregoj një të tregoj nga këto ti. Lumens. Të tregoj vetëm argun e fundit të Attack on Titan. Ore, edhe episodin e parë, episodin e Ti ke parë. ndërmend ta lësh me Ama trauma. bursa nuk mua, e keni shumë overrated këtë Attack on Titan. vlla. Jo. O pa ik, o vlla, do ta nxjerrim këtu tash. Çau E vetë ke dhe pa Attack on bil. Titan? Çau Po vetë. vlla, po e E kom ke pa, pa Attack nuk on e kam Titan? marrë gjithën, por e kom pa, po Uje. nuk është o vlla. Po ik tash. Nesër protestë kriministria. Vlla, e pa mundur Pa. që flet kështu ky. Po jo mos e ti thuaj që në seritë e para se e kemi E botë te ke bisot, o vlla, te Do ke të bëjmë bisot. band nga Tirana. Që në Po, episod që parë. gishtat pra, si sukuna. Dakor se. Pak të do bëhemi të fortë, a kupton? Çekeni nuk e di. Apo s'ke ca gishta ti. Iko na lër. Shi, oferta është bashkë me të komës? Jo, jo. Abstenoj. Abstenoj, nuk dua të jemi fort varja. Tash më falë, jo se nuk e di, po jam të super shok. Edhe fotot e këmbëve të meshkujve në internet shesin. Po, bravo, bravo. Menoj herë, çuna. po s'funksionon kjo. Me najtor. Lidhu. Tudi një zezi Naruto. Okej. E ke ti dorë. Unë jap dorë që tashim, vazhdo ti. Devijoj muhabeti shumë. O zot e madhe, me këtë që na bë te kjo seri nuk e di. Ja, kjo nuk e di pres kryqëzime të kjo, se të gjithë si kolektiv. Kupton se Mashallah, secili ka mashallah, shaj një mashallah. anime që të gjithë e kanë Po, qejf. e sa tash. Jo, unë nuk, prandaj nuk shaj. Asnjë. Thash janë animet janë për shumë veta. Po. Jo, prandaj mua më vjen keq që animet nuk vlerësohen aq sa duhet, aq sa meritojnë. Në Shqipëri nuk njihen dhe nuk vlerësohen, nuk e marrin atë meritën që meritojnë. Ndërsa jashtë, Po kudo këtë në punë jena ne pra këtu? Gjë, një Çajena. nga skenat e ata animeve. mbaroj M'fal, çik dy m'fal, sekonda. m'fal. Harrove komentin. M'fal. Sot i më. Ha. Çana ka qenë. M'fal. Është që animet japin shumë mesazhe të forta. Jujutsu Kaisen që neve po trajtojmë sot është realisht shumë dark. Ka nis me historinë e një djali me fuqi të çuditshme nga një shkollë e thjesht, pastaj shkollë në një shkollë shumë të veçantë dhe shndërrohet në një tragjedi të dhunshme, plot mistere dhe me teori konspirative, me sakrifica që thjesht ti ndalon një moment dhe thua, a është ky realisht realiteti që në cilin ne jetojmë? Dhe të jep sa pyetje për veten që njësoj si edhe Ghost in the Shell nuk të jep përgjigje për të ngritur disa pyetje që ti, që e tha dhe Flori, ti thjesht të ndalosh një moment të reflektosh, të kuptosh. Shiko, për një gjë që tash po më vjen duke kujtu Shibuya, tash nëse keni pa sezonin e dytë, Është shumë. Ja, mi. është shumë vonë, ka kalu Shumë ka. vonë. Ato emocione që ty të jep po marr Naruto me që Po. se Vazhdojmë. Naruto. Themi përsëri të the basics. ato emocione që të jep Naruto kur shkatrohet fshati nga Peni, ato ndjesi që ke ndaj The Rumbling që janë gradualisht në minimalisht një vit ngritje për këtë pikë. Jujutsu Kaisen ta jep me një episod të Shibuya. Dhe kjo është shumë e fuqishme. Mirë, Ma thënë, ajo makabër që ti shef për ato është dhe editimi i tillë bashkë me Goxhën që të shmenet. Mirë. Editimi për sërk fare ideal. Editimi, mënyra vizatimi, domethënë çdo lloj gjëje Shumë frames ka pas ajo. të bën shumë emocion, njësoj sa është bërë dhe këto tjera që janë godlike për këto, po janë rritje graduale, prezantim personazhesh, bla bla bla, të fusin mrena. Po këto janë ato që e bëjnë më interesante dhe ti rezistoj kohën. Domethënë ne nga profesioni jon këtë lloj gjëje që gjërat më rezistente janë ato që i japin kohën e duhur pra zhvillohet personazhi, krijohet karakteri dhe çdo gjë. Shiko, për mendimin tim, se mund të ketë njerëz që duan adhurojnë Hunter x Hunterin. Po. Për mendimin tim, Jujutsu Kaisen ka për të ngel mendjen e njerëzve më gjatë se ajo.
Për arsye se Herë ka, labur. Bie shumë dakord. për arsye se ka disa thash përveç pjesës thirst trapeve që jo Goxha, jo Ghetto, jo Nanami, ka dhe pjesën e makabitetit që ka dhënë, ka dhe pjesën e një anime të bukur Edhe vizualisht. Fani po, se të nuk e prekëm. Është fani. Super Ka shumë humor. gjona gallat, ka shumë gjona Më gallat. thonë, Dark humor. Sezon të dark parë herë. humor. Jo, Në mes se vetëm dark. Dark humor. Ja, vetëm dark. Edhe në mes të betejës serioze. Po, ndodh. Më thonë, se Sezon përshia rova me që shpërtheu dhe vulkanit. Po. Sezon si kishte ai, zotria? Zotria. E përshëndesim. Ai karakteri që është si Mallkimi, vulkan. si vulkan. Po, se më mend tash emrin, se më emrin E harrova dhe unë. E di Për herë të parë prezantohemi me përjetësinë Me e tek sy, Goxhës, Bravo. kur nuk e prek dot. Ajo ishte super për Ajo qesh. ishte, Do të thënë po. ishte makabër. Le Lipi. personazhet pasaj që jo njoni me sy mrapa, me sy para, me Është Alianse, grupi, Apetoren. mos mo allakasin tash se arritëm në fund të kësaj pjesës së dytë. Do shifemi prapë në pjesën e tretë, kemi ca pyetje të bukura për këtë çunin këtu, për këtë Floriun këtu. Dakor, të kena dhe lojën tonë në fund neve. Ja, dhe shifemi se dish. pas pak do vim. Shifemi pastaj. Shadow Clone. Mirë se erdhët në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të episodit kaq perfekt që ekziston sot. Se nesër si dihet. Nesër nuk i dihet se çfarë ndodh. Që i zgjidhen të gjitha me shumë mirë kuptim, Po, me si shumë gjithmonë. dashuri. Dua thjesht të përmend një shprehje perfekte që e ka bërë Jujutsu Kaisen, që nuk besoj do ta them aq mirë, po është ajo e Goxhos që thot "Jo aimo", edhe qesh pastaj. Ndërkohë është duke Nuk e bëj aq mirë, Është duke vrapuar në një fushë me E pune. ngatron, nuk është ajo. Ajo Nuk është. është ajo. Nuk është ajo. Nuk është ajo. Nuk është Na ajo. shkruani Ore, është apo si s'është ajo? Ajo Komentoni. komentoni, po del llafja ime. Nuk Po, është mirë, ajo. Nuk S'është është era ajo. e Nuk parë. është ajo, po nejse. Unë jam me Ajo çunat. Vazhdoj me ca Është duke pyetje. vrapuar. Vazhdoj me ca pyetje perfekte tash. Vazhdoj me ca pyetje perfekte tani. Jepi Vlla. valla, kena arrit moment shumë të bukur lele. O Byrazer. E ke parasysh sezonin e dytë që Goxhon e mbërthen boti fuqishëm? Yes. Në qoftë se nuk do ishte hequr ai, a do kishte ndodhur ndonjëherë Shibuya incident o vlla? Qoftë do ishte hequr në fillim, Në qoftë se nuk do ishte heq. A do kishte ndodhur ndonjëherë ai incidenti? ai do vazhdonte të ndodhte. Sido që tjetë Goxha nuk ishte dot në dy vende njëkohësisht. Që kështu, ndoshta nuk ndodhte ajo poshtë e metroja, po lart patjetër. Domethënë, Masakra do në një mënyrë apo në një tjetër do ndodhte. a është realisht një plot armor i gjithë serive ai? Jo. Do të thënë është i fuqishëm, më i fuqishmi deri në atë Domethënë moment është i fare. para se të dilte filmi dhe ca seri kështu të Po. çefme, që u prezantu me jutun për të parë dhe ritën. Po. Ai ishte për mendimin tim është fuqia që i ka dhënë që mund të marrë fuqitë e tjerëve, mjafton të preki Goxhën një herë. E drejtës. Edhe kjo është- Ai plago jenë. Do të thënë, dhe Interesiti. atë fuqia i mund ta replikoj disa herë. Siç bëri me atë, se harrova tash ai i zërit që ul. Ai që ka fuqinë ai shumë ça Ai thoshte i dhe- boj vlla. Po kishte rrezik Jo, ai ajo. nuk tho, jo. Jo, ai fliste- thoshte domate. Po, katroi. ai Po, pra. fliste me emra ushimesh. Po. Jo, ai thoshte salmon edhe kështu, E, po salmon. kishte këtë thoshte, salmon Çfarë do po- lloj gjëje përveç asaj që donte të Jo, thoshte? ai thoshte për shembull ndalote, më duket ishte në këtë lloj forme funksiononte fuqia ti. Pra çfarë thoshte Mallkimi i ai? tij qëndronte te zëri. Kuptimi, Po pra. kuptimi i gjithë jutës si personazh është kjo që praktikisht një herë të preki dikë, një herë të luftoj Po. kundër dikujt edhe demoni që ka afër Patjetër. ta shofi e replikon. E kupton ti? Super. Super. Nëse të dashur miq, vazhdojmë me Pa. pyetjen e radhës. Atëre. Për Jepi. Juta E ka mund apo e ke ti këtë radhë? Si e e ke? ka emrin dashuri, e ka mund, e ka mund. Po, ama- jepet. Pas më lej njëri radhë. Po, e ke tash ti, po, Vazhdo ka më akoma, vlla. po, e ke tash. Vazhdo na fal. Unë flas shumë. Shqyqyr që e kujtove vet. Flasim për Sukunën, vlla. Ai domethënë rob mendojnë që ai është një hero i viteve të fundit, domethënë ndryshe nga të tjerët. Edhe domethënë a mendon që është thjesht një sadist i glorifikuar për fansat, a kupton? A është thjesht një sadist? Shiko, flas për demonin, Sukunën. Demonin. E ngjova mirë. Demonin Po. Sukunën. E thash, kanë bërë dhe ato në një konkurs kështu. Në internet që e pash. Siç thash më parë, kur të gjithë villënsat kishin një shkak dhe një qëllim, ky nuk ka as shkak as qëllim. Është Do thjesht i keq, thjesht do të vrasë. Thjesht është o vlla. Domethënë, ç'a të bëj sot? Thjesht vras,
t'ja marr. Ma hanja 2 kishta. Dhe fakti dhe është akoma më e Ku e keqe ka që ka majonezën? aq arrogancë që mund të dali si prit ta dorë në çdo lloj momenti. Po. Nuk del thjesht pret kohën e dur. Domethënë arroganca dhe nervat që ka për ta realizuar atë budallikun që do me vra njerëz, e me shkatru botën në shuk. Unë do thoja që Është është strateg. Po nuk ka çat Nuk përfitoj. nuk i intereson Një ato. strateg, Është strateg. një strateg, Pse e them unë sepse e the vet, më fal se po ndërpres, e the vet. Pret momentin e duhur. nuk e pret për atë qëllim ai. E pret luan, a kupton? Sepse strategu, si tha për shembull për penis, siç mund të themi për Do Flamingo, po marrim raste. Po. Ka një shkak që i ka bërë traumë më përpara, që po reagojnë në këto mënyrë dhe kanë një qëllim. Siç donte Me arrit diçka. po Do thaj marrim, thjesht nuk është anime, po marrim Thanosin. Ai Po. donte ti të ishte gjysmën e popullsisë së universit për një arsye, se po vëshin Po. po shtoheshin budallën. Po që jo, që mos të futeshin në Ai linjën kishte e të kësaj drejtë. shkatrimit të universit. Dhe Madara po të njëjtën gjë. Obito po të njëjtën Po. gjë. Ndërkohë marrim rastin e mjeshtrit, Sukuna thjesht do të shofi dhe të tallet, kënaqet me duke Tall, tallë po, personin kënaqet. tjetër. Po prandaj pra ka ai Po nuk është me strategjik. nga titullin mbreti mallkimeve, qëllimi i tij ky është. Ç'a qëllimi ai është? Të vrasi, të vendosi. A qëllimi të vrasi vlla. Ore, e mbam atë pjesën e sezonit 2 me atë Flokbardhin, që i hyri ai botit Maito. që ti fliste ai direkte, ai thjesht po shikonte kështu stremta, kupton? Ai kupton thjesht. Më qëllim kishte Maito, Po, tamam. se sa kishte Sukuna. Ajo frame që e ndjek ai boti që si uqri me delet, nuk ajo s'te per. Ujqri? Uqri. Uqri. Uj. Një ujk disa uqër. Në fakt për këtë që po diskutonim është një teori që po bën buj kudo në përfansa që thonë që Sakuna nuk është thjesht një shpirt i mallkuar. Mendohet që ai ka qenë një person shumë i rëndësishëm historik ose një hyni që ka zbritur nga lart, më shumë se sa thjesht një shpirt. Por Që mund të është ketë e një dikte. histori dhe qëllim shumë më të thellë Nëse që morali do historisë të zhvillohet më vonë. Mos u bëni si ky tipi. Mos hani kishta, mos hani Që kishta. morali do historisë zbulohet është që më mund ta merrni vonë. goxha me 50% ulje. Ose pjesën lart ose pjesën poshtë. Rastistet e gjatë. O zot. Pridi, me që jena te magjia lale. Dakor, folëm, bom ca pyetje kështu, po I do bom të pyes do unë të tash. Prit se ka mund radhën. Hajer. E ka mund Po radhën. hajer. Nëse do kishe mundësi, për shembull, të kishe jujutsu, pra, fuqinë e mallkimit. Këtë do doje të zgjidhje dhe nëse do ta merrje, kë mentor do doje të kishe? Mentor nana mi. Po pse? Mos do na i thuj këto pse? Sepse pavarësisht se goxha është më i fuqishmi, nana mi është më stabil nga trotë. Një e para, Biznesmen. dhe e dyta Businessman. ka më shumë njohuri në strategji. Nana mi është strateg. Po. Goxha është si budistat që si të mvi do e bëj. Thjesht i thjesht Jeton unë jam. moment. Mhm. Fuqia e asaj gocës se gjithmonë e harroj emrin e asaj, është shumë e bukur, me Me goshtë. Me goshtë. Me goshtë. Po s'pëlqen Shumë fare ajo fantastike. goca mua, s'pëlqen fare. Jo. sepse është një e zezë para përveç se aty janë disa fuqi bashk, përveç se është fuqia e mallkimit që ja Po. shton objektit që ti gjuan, Po. ajo ka gjithmonë shenjese perfekte. Dhe real life implications mund të jenë shumë dhaja. Ose tjetra pasaj, me gumin, po më hyn e keq Sa, trafik, po. ma oragën, vllau. Ti më preken tela. Full of test tani. Unë do të qohë dale me. Për kë e thirri më për një qyrë, sa kupton, çfarë ishte ajo? Jo, qyrë, po ishte. ishte gati për ta vrarë. Qofse do ishte me nivele siç është Demon Slayeri, ai do ishte high rank shumë, pavarësisht se ishte si legend kështu, ai me flok gjata. Po, ai Po, që po. hungry chick dru. Çik si shumë. 3 goditje bap. Po mirë, jam kurioz tani për një gjë tjetër. Se ne folëm pak që Jujutsu i ka rivalizu këto Naruto, Bleachin dhe këto. Pak thot. Pse? Po prit pa. Ne folëm pak thash, nuk thash pak i ka rivalizu. Se na lashe. Pse mendon, domethënë se i ka rivalizu? Nëse ndan dhe ti gjithmonë këtë mendim. Unë thash është parë, është thjesht pesi me cilën njerëzimi sot po i shef gjërat, mënyra e shpejtë që do të konsumoj dhe për momentin jemi e shoh dhe te puna jon si filmograf kur bëjmë spota komerciale për shembull që ne duam t'i bëjmë në rang filmik. Duam t'i bëjmë me një skenar të mirë fill nga fillimi deri në fund, fusim aktor, muzikën ta bëjmë nga fillimi. Domethënë, të ketë gjëra siç trajtojmë filmin, ashtu trajtojmë dhe spotin komercial, si një mini film vogël. Po. Dhe pavarësisht se pagesa mund të jetë e njëjtë, na kërkojnë të ketë ngjyra, Po.
objekti I parë me objektin e dytë të ndahen me blur në mes, edhe ndriçim, edhe fokus. Domethënë, Mjaftueshëm. kjo është e para çfarë ndodh me animet sot. Plus pastaj mbi vem edhe historitë e shpejta që nuk presim më, nuk kemi më, edhe ne tash të rritur, mos bëjmë sikur unë Vetëm ke brej ti futem Naruto një herë nga Zemra ishte e fillimi. lodhshme nuk shumë. bëhet, Ishte nuk shumë e lodhshme ajo pritja. Është caktuar po për Pastaj, qef, po. mirë me One Piece-in, me Naruton që edhe lidhesh e pak me personazhet. Po çof tash I rritur Gokun që pollet 30 herë. E kupton ti? Për dal fitues me Freezën me dur mrapa. Ja, nuk nuk bëhet. Skip. Edhe Dragon Balli po të flasësh me njerëzit, se po të thosh Naruton ose One Piece-in të përmendin kush e di sa villainsa. Po. Edhe që kanë histori e gjitha. Thu për Dragon Ballin 3-4 arke kryesore janë. E po jam perla. Frieza, Cell-i, Buja. Po, edhe Majin Buja. Edhe Vegeta në fillim, fal, dhe Vegeta në fillim. Arku I Saiyanëve. Po, do të thënë nuk është se ka një evolim. Thjesht vin Unë mund të Hiçi. them, unë mund të them Mbet që kur I kalam. një nga inspirimet e Sukunës dhe nga forma e trupit e gjitha ka qenë nga Frieza, është marrë nga Frieza. Duke llogarit dhe gishtat janë pothuajse njësoj dhe ideologjia e personazhit është marrë nga Frieza, një njeri tiran që do të vihet fjala vet dhe pik, dhe është I gatshëm që këtë fjalën e vet të japi gjithmonë me dhunë njerëz. E më ngjan më shumë ky kombinimi Sukuna me Yuji si te Boruto, që është ky Momoshiki. Më kupton se që kemi- futet Boruto vessel. nuk është real. Mirë, po Është flas. thjesht pjesë e imagjinatës atij që ka Po shkruar. zemra do Mirë, zgjohen mirë, ata, do është. zgjohen. Domethënë e njëjta logjik. Okej, I pyetje tjetër. Kjo është pyetje shumë e speciale. Dakor? Këtu jam shumë po shumë kurioz. Jam mos ma çon vetlën, mos e di ne unë ta çoj vetlën këtu unë. Kush është personazhi më I keq shkruar gjatë gjithë Jujutsu Kaisen sipas mendimit tat? Në fillim fare ishte Todo. Në fillim. Është idiot. Thjesht idiot. Pastaj mendova që ishte Gojo në fillim, mbas Todos, sepse ishte shumë all over the place, edhe desha I sekond, përqendrohem. Se sa fillova tu pa anime 3, bam. Po më pas fillova duke I parë të gjithë me kujdes dhe nuk ka një personazh që mund ta evidentosh të shkruar keq. Personazhe që janë të këqij negativ, Po ka. po normale. Po të shkruar keq që I bëjnë dëm serialit dhe I heqin serialin nga shikuesi nuk ka. Ndoshta mund të jetë ajo goca që pëlqen Ajo Itadorin fillim Po. fare, ajo që s'ka lidhje me Jujutsu fare. Jo, mu më duket më dopta në shkrim ajo e Goshdës. Ajo më Jo, duket ajo shumë e është dobët në ajo është aspektin. shumë e fuqishme. Po jo e fuqishme, po është e dobët si karakter. Edhe shkumen që kishte. Po sepse po e Sjefte bëjmë shumë. build up. Te manga Po. del edhe I hapet Jo historia. spoiler ajo. Jo, Tani për tani, der tani, I hapet historia. der tani te- është e vakët, a kupton. Po, Nëse mua ai plaku më zhduk më shumë Kush plak? ai Kryesori. Jo, ai me mjekër më si ai Ai me është git- drejtor, isor. me kitar, bravo. ai ai më zhduk dhe ai si- hapet pak historia. Ja pra më zhduk I pa rëndësishëm, Një thjesht që okay. ishte më perfekti për mua, që ishte personazh weird, momenti që thjesht doli, bau, ishte ai që fuqia që kishte, se tash u kujtova dhe e ndryshoi përgjigjen time. Fuqia që do doja ishte këtij plakut që lufton kundër që fuqia këtij ishte që lçonte kohën frames per second, ndryshonte framesat e time si tip time skipi, siç e ka ky. ai ndante bravo, dimensionet. timeline-in Po. në frames. Edhe mund të ishte framesa sa donte dhe I priste njerëzit ndrysh nëse bënte këtë gjë. Ishte I parë. Sa harrova Ai tash montazhier, fuqia montazhier. Po filma. si kishte ai mos harrova. E mu mos pyet për emra vlla. Unë jam Aragosta. shumë Aragosta e lem. Shumë E keq lem me emra. Aragosta. Dagon. Tash u kujtova. Dagoni, po. Kundër Se si Dagonit erdhi. ndodhi që Qa, e kisha harruar. Mu më pëlqen ai që Todo. do zemra, shoku I preferuar I gjithëve, a kupton. Edhe për çfarë bëhen shok. Nuk do ta themi, nuk do ta Do themi. ta themi mos e tani. Më Thjesht falni mua pëlqimi dal për 2 femrat. minuta. Kishin Me pëlqime të pakasete. përbashkëta. Çu, ai është rasti vetëm që seksualizohen femrat ai serial. Ndërkohë te Naruto për shembull që kemi qef ne edhe te One Piece-i, Ja, është vetëm janë- seksualizim femrash. Është gjithkohës.
Ndërkohë Jujutsu Kaisen edhe Demon Slayeri, që është po prap i jap dorën te kësaj, ka bërë një punë shumë të mirë dhe duke futur idenë e një mashkulli perfekt, po pa seksual, thjesht e kanë seksualizuar fancat. Po, e vërtet. Kurse te Naruto për shembull ti Tsunadën për çfarë njifet Tsunadën? Për 106. 106. Sa përmend numri 106 dihet gjithë secili fan të Naruto. Edhe për te çfarë bëhet pjesa fjalë. i ka marrë disa çështje shumë në nivel. Po, e vërtet. Jujutsu. E vërtet. E drejtës. Okej, dhe i pyetjet fundit nga këto kështu speciale. Goxha, jo. Jo. Ta si ishin nga këto. Qofse do ishe në trupin e Yujit për 24 orë. Itadorit, për 24 orë. orë. Pa e di se kush është Yuji tash, ne ja tregosh ti. Për fansat. Çfarë do bëje? Çfarë do bëje vlla? Çfarë Çfarë do bëje te trupi i tij për 24 orë vlla? Më the ta maj gojë, që kështu s'po flas. Për mblidhje esencialisht domethënë. Për mblidhje vlla. Ka të bëj me Goxhën, por është muhabet tjetër. Çfarë do bëje? Do krije flokët, do Jo, realisht po tisha do provoja, do dilsha te këto dimën këto mallkimet që janë easy, niveli ti rrishe. Niveli edhe 4. ti shifsha ça nofte. Fix. Ndriço durët edhe bam bim. Fix. Nëse kishte dalë xhiro me metodë. Kjo ishte përgjigjja më safe. Jo, unë ta thash. Përgjigjja më safe ishte. Përgjigjen jo safe ta thash fillim. Mirë, okay, Jemi dakord. Okej, si menoni ta plasim me lojën? Unë Ne them kemi lojë, ë? Më fal. plasja, po kujdese na prish muret vëlla. Po do Mos të i rujt plas Suvan, shumë duar, do mos i të plas rujt shumë Suvan, duar. se vallahi. Atëherë dale, ne kena i lojë që ja bëjnë të ftumë në fund, gjithmonë podcastit. Ne të qovim nësa fan si animeve je, kupto se ti na ke thonë që je fan si animeve, po tash të qovim se kë ke Edhe mund e të botit top rank, Ha. se kë ke më të preferumen tate. E nisim botësho. Jujutsu Kaisen apo Demon Slayer? Demon Slayer. Pa më Shift nu direkte. fare. Drithëruam. Demon Slayer apo Solo Leveling? Demon Slayer. Demon Slayer. Është shumë, më fal, se do ta shpjegoj. Po. Është shumë e bukur. Animimi shumë i bukur. Thjesht është e njëjta histori që përsëritet. Po. Edhe King Chris ka bërë disa video për këtë, që thjesht është njëri që thjesht solo levels. Okej, Demon Slayer apo Zenki? Zenki. Zenki po? Zenki. Zenki. Vetëm respekt vëlla, vetëm E respekt. kisha harru, edhe Zenki ka animimin më të bukur. Super. Po le sigla pasaj që është. Është plago sezoni i fundit të Sperlia. Tash Se gjitha Ajo ishte, ajo. fundet. Okej, Zenki apo Dragon Ballin? Tash i Dragon Ball është normal. Ah. Jo, edhe me dashur me thon tjetër, do më vite shtëpia pas me pishtar. Do të kryzo. Okej. Jo, Dragon Ball. Okej, Dragon Ball apo Death Note? Dragon Ball. M'fal. Death Note është emocionalisht shumë i bukur e gjithë përfshirës, por zjatja Strateg. e madhe që i bën, që mund ta kishin mbyll me për mua ajo 6 seri të ishte si anime, do ishte më Capito. Nice. Nejse, ne kishte gjatë Po ishte shumë e bukur, shumë e bukur. Animimi është i darë. Le mos e fol. Dragon Ball apo ta bëj të bukur tash. Monsterin. Se kam pakët. Se ke pa Monsterin? Nuk e ke parë? Sa i sinqert që je vlla. Jam shumë bazik në anime, që ta dini. Okej. Shumë bazik. Nuk Nuk ma e ka priste pa, mendja me thon drejtë. pa e lem ke, 74 pa e lem ke Dragon Ballit. Dragon Ball apo Hunter x Hunter? Aha, tash Dragon Ball është. Dragon Ball. Se fe. Dragon Ball apo Naruto, pra ta ka lem klasike. Naruto. Po me Naruto, fare. E të qërbohet. Okej, Naruto apo Bleach? Naruto. Sa shpejt e mendojer. Naruto? Naruto. Naruto apo Bakehanma? Naruto. Okej, dhe funit Tun, tun. Naruto apo One Piece? Na e shifi se kam pritë, hajde. Shiko, unë do zgjedh Naruton sepse ka gjëra të mia të personali që Naruto ka kalu në disa, kur them Naruto them si serial. Disa personazhe kanë kaluar që unë i kam kaluar gjithashtu. Pavarësisht se ka edhe te One Piece-i, po karakteri i Luffy që është
shumë i fortë. Dhe karakteri i Narutos që janë të dy shumë fort. Emocionalisht Naruto më ka dhënë si karakter, Po. ka dhënë pak më shumë afrimitet me veten. Kaq është ndryshimi. Si për shembull seritë e reja që flasim të One Piece-it janë Perl. Po. Nuk jam shumë dakord. Gear 5. Ja, Sa po e pranoj, sa po tha, po Nuk jam shumë dakord, po okay, po të lë, po të lë. Okej, ta mbarosh. Më fal, do ta them pse pasaj, po. Gear mos e 5 thuj për fare. shembull, për mu ishte 100 herë më mirë se çdo lloj gjë që kanë bërë me Naruto Ajo ka te- muja çka kishte te emrin. Boruto. Atë Boruto po. Çka ishte Byron Mode. Po, Byron Byron mod. Budallik. Fix kjo zhurma ishte. Po. Do të thënë qofse ne marrim Naruton deri ku vdiq Deri Madara, me lufta me Sasuken. pa dal Kaguya. Ne. Deri aty me emocionet që mund ka dhënë fakti që Naruto i dha çakrën e vet, aq shumë vetave. Dhe mbijetoi dhe vazhdoi të luftonte dhe gjithja ndjen dhimbjen e kujtimet e gjitha. Ishte momenti i parë i vlerësimit mas Narutos. Po. Atë nuk ma thyn dot asnjë anime tjetër. Ishte e bukur me thonë. Pra përpiqjet Dhe përfundimtare vdekja është. Xhirajas. Me mirë, ajo është. Se na goditet direkt. Mos na hap Vdekja plak. e Aceit. Ku jemi? Larg qoftë. Se vdes na një nga kruja i Lufit, larg qoftë. Prit. Është Jo. Na dhënë. therë direkt. Prit. Ichi larg Oda e qoftë. ka dhënë një Prap, film. për E mu di, me. Xhiraja në gjithë animet që kam parë, në gjithë filmat, Xhiraja do mbetet më dhe biles do ja them edhe kët, te një nga filmat më tra shkurtë që quhet Valët e Pendimit. Po flet për dy vëllezër, njëri humb, Po. pa të them kështu, spoiler, njëri humb jetën. Po? Dhe biseda fundit që ky ngjon i këtij personi që kishte dërguar, i vllajt vet që kishte dërguar voice, un kam bërë një gjë të vogël që është nga Naruto. Që në moment fundit ky e prek te shpatlla, duket dora. Kthehet dhe shef fotografi që kanë me njëri tjetrin këta. Te Naruto ja, kur del Naruto nga Turtle Islandi, Po. që nuk e dinte që Jiraiya kishte vdekur. Preke. Jiraiya vjen si fantazm Po, dhe e prek prek te të shpatlla. shpatlla. Atë unë e mora dhe futa te filmi, që është film real me Po. jetë reale. Më thëmë, kanë Është. ndihmu dhe për diapazonin si regjisor të shkruaj ose të filmoj disa gjëra që... Unë dua ta Po, jam them. fuqia. të- E hoqa qafe pyetje më pisa. Ja dole mban. Unë dua të them këtë. Unë e kam thënë dhe do vazhdoj ta them gjithmonë që unë do jam fan se One Piece-it. Por mesazhet e forta dhe shprehjet e bukura që ka dhënë Naruto, One Piece-i nuk i ka. Absolutisht, nuk i Këtë ka. më absolutisht. duhet, këtë Ka më dhe, duhet ta ka dhe them. i gjë tjetër, i Po. sekond. Mënyra se si One Piece ka treguar problemet sociale, ekonomike dhe politike Nuk ka tjetër. të botës tonë, përveç pak nga Attack on Titan, nuk i ka tregu dot, dhe nuk ka Po. për të arrit, sepse 5 fshatra që zihen me njëraËs tjetrën diskutohet. në vazhdim është Tjetër gjë. Tjetër nivel. Tjetër kurse nivel. një botë e tërë që është në luftë geopolitike është shumë e fundit. Prandaj un kam paktën një mesazh për të gjithë të mençurit që ju shohin dhe juve, na shohin dhe neve. Është shumë e thjeshtë të urresh diçka në jetën tonë. Është shumë e thjeshtë. Dhe është shumë e thjeshtë dorëzohesh, të urresh, të shash, të bësh. Qofse shihni diçka që sy pëlqen, unë them pëlqen Naruto, ti pëlqen One Po. Piece-in. Vëlla, mos shkruaj atë mesazhin, mendoj edhe Negativ, atë me po. të shajt, me se je pa fytyrë, pa zë, pa. Po. Jo se më lëndon mua, se unë e di si është interneti, jam 100% i sigurt që do shahemi, do bëhemi. Bëj delete, hajt mirë pafshim. Mund të bëni blok, mund të bëni unfriend, mund të I ke gjitha mundësit thjesht të vazhdosh jetën mos tënde. reflektoni inat, mos për i gjë që është krijuar për të na Po, për gëzuar na siç bashkë, janë po. animet. Të zjeni jo kush më e mirë, kush më e tjetra. E para punës herë ti as ke në mend të shkush i gjë të tillë. Edhe s'ke qenë pjesë e asaj, thjesht ke qenë shikues. Për sa kohë që mendon kët, nuk e pasur asnjë influencë te ajo anime. Normal. Dhe ne nuk kemi marrë si gjë nga ty përveç sharjeve. Që kështu jetoni jetën tuaj o vlla. Shifni tjetër mund marrë sanduiç, ti mund marrësh burger. Të dy jeni të kënaqur se keni bargun plot. Kaq, kjo është ide. Dhe me këtë super shprehje, dakor, ne kemi arrit në fund edhe të këtij episodi. Por nuk do ta mbyllim pa falendëruar dhe sponsorin ton POK. Patjetër. Shumë Po. faleminderit POK. Shumë faleminderit. Dhe një gjë të gjithë juve. Pse kur jeni momente të vështira, për shembull, mund na duhet i shok si Goxho, kur kemi pokun zogu. Po, ha, Ka pra. ngel shoku pa lek, Po, a? ha, pra, Ja, po, për ha. shembull kam unë lekun këtu. Bravo. Dakor. Gjela un pa lek. Bravo, ngele ti pa lek. Ço do bëj un tani? Ja jam unë në anën tjetër dynjos Ha. lale. Shumë bukur. Pram me pokun. Qa Ti thua? çoj lekë që pa komision se ja do pak lek ti për shembull komisioni është i madh. Sa Impossibile. lek s'kom më shumë, unë fap ti çoj lekët me 0 komision vlla jot, direkte nga kontakti që të kom këtu. Thjesht Edhe perfekte. ti në rum, unë në rum se nuk u fliqa me shokun, edhe të gjithë jena të lumtur. Po, faleminderit vlla se na ke bëj jetën shumë të thjeshtë. Ja të paçim.
Ja gëzuar grupi. Das Gëzuar. montuar. Matias, shumë faleminderit që na erdhe. Po thuaj. Po, patjetër. Qofse s'doni që të keni me trauma, qofse futeni në botën e animeve, jo, shpresoj mos e shohin fëmijët. Se mos fëmijët është Bible Blacku sepse po e them kët. Nuk është anime per se. Ka Okej. animim anime, po është më shumë. Dhe më kanë thënë disa veta që janë futur në anime, ata shohin këtë se më ka dalë si opsion. Mos e Jo. shihni. Jo. Okej. Tani që the jo ti, Gjithë soti sot je, po. Shpresoj të jetë në prind. Po. Po e shef. Ne I dolëm besoj borxhi. për vete prindi. Okej. Matias, edhe një herë vëlla shumë faleminderit. që Unë të uroj shumë sukses në projektet e tua, edhe nafto se do të ftojmë prapë. Po, kur po më ftove ti mu këtu, Aha. nuk është se unë marr lek ti merr lek. Pak Po. për këtë episod, këtu ku jemi, këtu ku jemi. Patjetër. Ja shije ku shko prapë puna te leku. Enzori. Po them tjetrën që po bëj. Okej. Nëse neve nga ana jon bëjmë një film, Aha. normalisht ti nuk mund t'ikësh pa u paguajt ai filmi apo. Patjetër. Prandaj pra na duan sponsor për këtë. Sponsor general. Okej. Faleminderit shumë vëlla dhe faleminderit ju të gjithë për mbështetjen tuaj. Dakor, siç thot dhe Mau çdo episod, mos harroni. Bëni like, subscribe, shpërndani video tona dhe vazhdoni të tregoni supportin tuaj që ne vlerësojmë dhe duam pafund. Okej. Tani Miropafshim. miropafshim dhe mos harroni. Janë vetëm animet bombastike tash, nuk ka më kështu gjona atleta. Shnetet mira nga unë Arlini, edhe qa t'ju doja bardha zemër. Miropafshim! Bacim. Ciao. Shadow Clone.